Pas një euro tepër të fortë në tregun e këmbimit valutor, tashmë duket se edhe dollari amerikan po fiton terren ndaj monedhës vendase dhe valutave të tjera. Në 2 javët e fundit shikohet një tendencë rritjes së ndjeshme të çmimit të dollarit në raport me lekun, me të paktën 6.5% ose rreth 7 pikë më shumë. Referuar kursit zyrtar të ndjekur nga Banka e Shqipërisë gjatë së shtunës, një dollar u shkëmbye me 104 lekë nga 97 lekë që ishte një javë më parë. Forcimi i ndjeshëm i monedhës amerikane lidhet me një sër faktorësh që prekin krahun e ofertës dhe të kërkesës, të cilët vazhdojnë të ndikojnë në tregun vendas të kursit valutor. Njëkohësisht, sipas ekspertëve, një tjetër faktor mbetet edhe luhatja e vlerave të monedhave në bursat ndërkombëtare. Nga ana tjetër, monedha e vendeve europiane euro vazhdon prej disa kohësh të mbetet në kuotën e 140 lekëve. Me sa duket, monedha e vendeve të Bashkimit Evropian ka ruajtur stabilitet, duke vijuar të mbetet në kuota të larta si në kursin e këmbimit valutor, po ashtu edhe në bursa. Sipas Bankës së Shqipërisë, securia e kursit të këmbimit parashikohet të jetë i qëndrueshëm, por duke mbështetur në kërkesë ofertën për valutë. Në këto kushte, pasojat për ekonominë shqiptare do të jenë të forta për të gjithë ata biznesa apo qytetarë të cilët kanë kredi në këto dy valuta.